Të dashur shikues të televizionit Shpresa, sot kemi nderin të kemi të ftuar në studio zëvendës sekretaren Energjisë dhe Ujësjellësit për qeverinë teknike të Partisë Shpresa Demokrate, zonja Lindita Tela. Zonja Lindita, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Zonja zëvendës sekretare, sektori energjetik është një ndër sektorët më abuziv për këto 35 vite. Çfarë ndryshimi presin qytetarët shqiptar nga ju si ministri? Atëherë, industria e energjisë, ashtu sikurse edhe ujësjellësit, shfaq problematika të ndryshme, bazuar dhe në nevojat e konsumatorëve. Si një hap i parë në sektorin e energjisë, do jetë çmimi i kostove të energjisë tek konsumatori në çdo familje shqiptarëve, përveç pjesës së pensionistëve, për familjet në nevojë, gjithashtu dhe për target grupet e invalidëve. Siç është përmendur edhe më parë, do ndërtohet një impjant fotovoltaik në çdo qytet, i cili do mbulojë shpenzimet e tyre të energjisë elektrike. Pra kostot tyre do jetë zero për gjatë gjithë periudhës. Një hap i dytë në sektorin energjetik do jetë sigurimi për prodhimin e energjisë dhe shtimin e kapacitetit të prodhimit, gjë që do mbuloj nevojat e konsumatorëve në zonat urbane, ashtu edhe rurale për 24 orë. Një hap i tretë, sikurse edhe dihet përveç prodhimit të energjisë elektrike, është edhe shitja e energjisë elektrike. Pra përveç plotësimit të nevojave bazike të konsumatorëve, do merret Ministria jon ka planifikuar dhe programuar dhe tregtimin e energjisë. Energjia, duke qenë se është një industri shumë e rëndësishme për nevojat bazike, her pas here shfaq edhe problematika të ndryshme, siç mund të jetë edhe problematikat e mbifaturimit apo faturat të cilat janë afrofe, apo edhe mungesën e energjisë në zona specifike të qyteteve të Shqipërisë, si në zonat urbane, ashtu edhe në zonat rurale. Ministria jon do marrë parasysh që të bëj kujdes të mjaftueshëm që mos ketë më mbifaturime për shkak të mungesave të certifikatave të pronësisë. Ndaj do bën dhe kontratat e reja të konsumatorit me organet kompetente që do jenë në momentin kur ne të vim në pushtet. Të gjitha kompanitë e energjisë do jenë për një vit të drejtuar nga shteti shqiptar dhe më pas do kalojnë në kompani private, duke lënë si garanci momentin e kontraktuimit. E njëjta gjë do ndodhë dhe me ujësjellësin, që do kenë përparësi për furnizimin dhe cilësinë e ujit të pishëm. Zonja zëvendës sekretare, po në sektorin e ujësjellësit çfarë pritet pasi dhe aty shfaqen problematika të ndryshme? Uji i pishëm është bazike për jetën e njeriut, sepse vetë trupi i njeriut përbëhet nga 70% ujë. Ndaj edhe një kujdes shumë i veçantë do t'i kushtohet plotësimit të nevojave të konsumatorëve me ujë të pishëm. 24 orë, si në zonat urbane, ashtu edhe në zonat rurale. Por problematikat kanë vazhduar gjithashtu e njëjta gjë dhe me mungesën e ujit që ka qenë pavarësisht se burimet dhe resurset në Shqipëri janë të pafundme. Vendet, kryesisht vendet e huaja, kanë kushtuar një rëndësi shumë të veçantë shërbimit ndaj konsumatorit. Por Shqipëria, duke qenë se është 35 vite e keq menaxhuar dhe e vjedhur nga të gjitha dimensionet, normalisht janë bërë dhe abuzime të ndryshme dhe në sektorin e ujësjellësit. Më lër të përmend vetëm një ndër keq menaxhimet që janë bërë në sektorin e ujësjellësit. Një ndër abuzimet janë dhe resurset hidrike. Për shembull, në ndërtimin dhe prodhimin e hidrocentraleve të vogla, të cilat janë nën 2 mega, është marrë ujë nga burimet e ujit të pishëm në male nëpërmjet tubacioneve të ndryshme dhe në vend që tubacionet t'i shpërndahen ujit të pishëm konsumatorëve, ato i kanë kaluar për prodhimin e energjisë elektrike në mënyrë private, në mënyrë që ata të kishin përfitimet e tyre vetjake. Ne do të bëjmë të mundur që zona përreth këtyre burimeve hidrike të jetë zona e parë që do furnizohet me ujë 24 orë dhe më pas të gjithë qytetet në vazhdimsi. Zonja zëvendës sekretare, qeveria teknike ka kohë që ka ndërtuar programin e saj qeverisës dhe të mirë organizuar. A jeni gati ju si ministri për të drejtuar si duhet çdo nevojë të qytetarëve shqiptar? Qeveria teknike ka ndërtuar programin e saj dhe është aktive ka shumë kohë.
ka bërë të mundur që në program të shfaqë më qartë të gjitha problematikat që hasin në Shqipëri në çdo dimension dhe në çdo fushë. Mund të preket shëndetësia, mund të preket arsimi, kryesisht problematikat janë në energjetik, janë ujësjellës. Aktualisht në ministrinë tonë ka të rinj që janë të arsimuar, që janë pjesë e qeverisë teknike, janë me shkollë të lartë dhe janë të mirë formuar si në pjesën inxhinierike ashtu dhe në formatin akademik. Qeveria teknike bën thirrje për çdo qytetar shqiptar që ka dëshirën të punojë pastër dhe me rendiment, t'i bashkohet stafit ton. Duhet të jenë mosha relativisht të reja që të mund të arrijnë që kontributin e tyre ta kenë maksimal si në formimin akademik ashtu edhe në energjinë e tyre fizike që do japin për realizimin e këtyre objektivave. Numrat tonë të kontaktit janë të afishuar në çdo faqe tonë zyrtare dhe ne jemi të hapur që ju të jeni pjesë e stafit tonë në çdo moment. Në çdo moment ju keni numrat tonë të kontaktit dhe ne jemi disponibël që të jeni pjesë e stafit tonë. Uroj me gjithë zemër që secili nga ne të kontribojë për Shqipërinë e madhe. Falenderoj për intervistën e sotme. Ju falenderoj dhe unë shumë. Të dashur shikues, shihemi në transmetimin e radhës. Faleminderit.